Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Ky është episodi joni 78. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu së bashku me bashkëtetuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje miq të nderuar dhe dashur. Jam shumë mirënjohës që jemi në një episod tjetër edhe dhe që ju po na ndiqni. Ju ftojmë që të vazhdoni të mbështesni emisionin ton duke parë videot dhe duke i shpërndar ata me miqtë tuaj, edhe sigurisht duke ardhur si të ftuar, mos prisni gjithmonë që ne t'ju kontaktojmë, po na shkruani dhe ju, edhe mirë se të vini. Edhe shumë bukur Enida. Dua që të marr pak kohë tani thjesht për të falendëruar një falënderim të veçantë për të gjithë misionarët që kanë shërbyer apo po shërbejnë tani më. Ne jemi shumë injohës për sakrificën e tyre, për shërbimin e tyre të ndershëm dhe kohën që ata shpenzojnë duke shpërndarur Ungjillin. E di që është një sakrificë shumë e madhe, di gjithashtu dhe bekimet janë të mëdha për gjithë ta misionarët. Dhe mos harroni që nëse ju doni të ndani historinë tuaj me ne, eksperiencën e misionit tuaj të koplot, na kontaktoni sepse ne jemi shumë të kënaqur të dëgjojmë nga historitë tuaja. Okej, Enida, mund të na bësh prezantimin e të ftuarit tonë të radhës? Po patjetër, me shumë kënaqësi, do shumë e vërtet ajo që the, dhe pikërisht ai ftuari i sotëm është pikërisht një misionar që ka shërbyer këtu në Shqipëri. I ftuari jon është Joshua Freeman, një iri 20 vjeçar nga Kalifornia dhe aktualisht banues në Redland, ku studion biznes në Universitetin e Redlands dhe është pjesë e ekipit të futbollit amerikan. Ai u pagëzua me 23 shkurt, të 2013-s dhe që në fëmijëri është rritur me vlera të forta besimi, të mbjella sigurisht nga prindit e tij dhe të forcuara gradualisht me kalimin e viteve. Joshua shërbeu një mision në vitin 2023 deri në 2025 në Shqipëri. Ai njihet për energjinë, aftësinë për të lidhur mirë me njerëzit dhe pasionin për sportin, por mbi të gjitha për dëshminë e tij të gjallë për Jezu Krishtin. Përmes shërbimit, disiplinës dhe përkushtimit spiritëror, ai përpiqet të jetojë Ungjillin çdo ditë, të jetë një shembull pozitiv për brezin e ri. Joshua, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Shumë faleminderit për mundësinë të jem këtu me juve. Faleminderit ty që pranove këtë ftesë edhe e them sinqerisht që jemi të kënaqur që misionarë të kthyer po vinë dhe po na ndajnë nga historia e tyre, nga eksperiencat e tyre. Dhe unë mendoj që ti, gjithashtu dhe gjithë misionarët që kanë shërbyer në Shqipëri, janë një pjesë e rëndësishme e asaj kishe në Shqipëri të Ungjillit të Jezu Krishtit që po rritet më shumë. Kështu që falenderoj për këtë. Atëherë, ti Joshua njihesh nga shenjtorët shqiptar si Elder Freeman, por tani duam që të fillojmë edhe të njohim pak ty dhe të nisim nga fëmijëria jote. A mund të na ndash pak që çfarë kujton ti nga fëmijëria jote në Fontana në Kaliforni, si ka qenë atëherë? Po. U rrita në Ontario, Kalifornia. U rrita në një shtëpi pak e vogël me 3 vëllezër dhe 1 motër. Edhe kam 2 prindër që më do me gjithë zemrën. Shumë mirë. Si kanë qenë rrethanat në familjen? Të mbahet mend si të kanë rritur si të kanë rritur prindërit, domethënë çfarë ke mësuar ti nga prindërit e tu? Vetë mi e do Ungjillin e Jezu Krishtit edhe çdo ditë më mësonte Ungjillin si të jem një person i mirë. Ishin shembuj më të mirë për mua. Po, nuk kam dyshim për këtë. Diçka tjetër që doja të pyesja, jam pak kurioz sepse të gjithë e dim që kisha e Jezu Krishtit, pra shenjtorëve ditëve të mëvonshme, është shumë e përparuar, sidomos edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ka qenë për ty si fëmijë të rritesh në Ungjillin e Jezu Krishtit? Nuk e di sepse
u rrita në Ungjillin e Jezu Krishtit edhe nuk e di një jetë jashtë Ungjillit e Jezu Krishtit. Ishte mirë për mua. Besoj se jam një person i mirë, një person me një njohuri i shenjtë, edhe po. Po, ke të drejtë. Mbështes të që Ungjilli i Jezu Krishtit ka ndihmuar në personin që ti je tani. Një pyetje tjetër që ti ndoshta ke dëgjuar dhe nga kërkuesit, nga miqt që ti ke mësuar gjatë misionit tënd, si ka qenë për ty të vendosësh të marrësh një dëshmi vetjake, domethënë personale, pavarësisht sepse ti u rrite në kish nga prindërit e tu? Dëshmia ime ka qenë një gjë e veçantë në jetën tim. Ka qenë një themel kur ka qenë vështirë. Po dëshmia ime ka qenë shumë e veçantë gjatë jetës time. Po, a ke pasur ti ndonjë moment kur të sprovuar besimi, ke pasur dyshime, si ke te kaluar këtë pjesë? Nuk e kam një provojë specifike, por nuk e di. Doja të na tregoje pak se si ishe, si e kujton ti, se na the që je rritur në Ungjill, si ka qenë fëmijëria jote në Degën apo në lagjin ti ku u rrite, si e kujton këtë kohë? Po, lagja ime ishte pak e vogël, por ishte si një familje. Ishte si kisha një shumë gjysha dhe gjyshe, kisha shumë mamaj dhe babit. Ishte një familje edhe ishte një gjë shumë e bukur. Do të thënë, ti je rritur me një komunitet madh, ke pasur përveç prindërve, ke pasur edhe prindër tjerë, ndoshta që të dashur komunitet, edhe faktikisht kisha e mundson të ndjesinë e komunitetit, se ndonjëherë është e vështirë kur nuk ke njerëz rrotull apo komunitet, edhe ne jemi të bekuar nga kjo pjesë. Po tani si është, a ke miq, vazhdon akoma një deg të vogël apo është? Tani jam jam një student, pra jam në Redlands, California, edhe jam në YSA. Është një lagj pak e vogël, nuk është shumë e madh, por është gjithashtu është si një familje. Do me thënë ju atje nuk jeni, se për shumë në Shqipëri kemi lagjet apo degët e kishës, në thënë shkojmë familjarisht, ju keni të ndara, YSA, do me thënë të rriturit, familjet veç, më fol pak për këtë, si është, si ta kuptojnë dhe dëgjuesit tanë. Është vetëm të rinë në lagjet tim, është YSA, po. Ok, super. Po, si ka qenë për ty Joshua që të rritesh, çfarë do të thotë që të rritesh brenda një komuniteti besimi, atë ka ndihmuar kjo gjë në jetë? Po, për mua është si çdo gjë tjetër. Nëse një person është rritur brenda një komunitet sportiv, ai do bëhet një person sportiv. Kur rritemi brenda një komunitet besimi, do bëhemi njerëz besimi. Besoj unë se s'mund të kemi një besim aq e fortë pa një komunitet. Herë më fal. Doja dija, a mban mend ndonjë përvojë që ka qenë domethënëse për ty dhe të ka forcuar dëshminë? Po. Okej, pyetja ime e fundit është mbi pagëzimin tënd, ti je pagëzuar në shkurt të 2013-s. Çfarë kujton për atë ditë? Çfarë ndjenjash ke për ditën e pagëzimit? Po, s'mbaj mend shumë mirë, sepse isha 8 vjeç, por mbaj mend se ishte një ditë e veçantë, edhe ndjeva paqe, nuk ishte
një ditë shumë si të them, impactful, por ishte një ditë shumë e veçantë, shumë plot me paqe. Besoj se e përshkrove shumë bukur këtë, sepse e di që nuk ka fjalë për të folur, sepse edhe unë nuk mbaj mend çfarë bëra kur isha 8 vjeç, kështu që nuk është se të kërkojmë që të mbash mend shumë, por ajo ndjesia që ti fole tani është shumë e rëndësishme, sepse ajo ka shumë rëndësi, apo jo. Dita e pagëzimit është ajo ndjesia që na ndihmon që të gjithëve ne të ndihemi sa më afër Krishtit dhe të ndihemi sa më në paqe, siç e the edhe vet. Unë doja të dija që çfarë ndodhi pas pagëzimit, si ka qenë rritja jote në kish, duke qenë tek të rinjt dhe pastaj tek i ri i madhor, domethënë si ka qenë eksperienca jote në kish. Kam pas një dëshmi e Jezu Krishtit gjatë gjithë jetës time. Për sa kohë mund të mbaj mend, prindërit e mi më mësuan ungjillin, edhe gjatë jetës time ka qenë një rrugë e vështirë, por jo, nuk ishte aq e vështirë pa Jezu Krishtit. A më kupton? Pra, ishte ka qenë një jetë plot me hala, por plot me bekime. Më pëlqen ajo përdorimi fjalës që ti the, halle, se patjetër që jeta është plot me sfida, me probleme të ndryshme, por me anë të kishës, siç e dhe ti vetë, na ndihmon që të jemi sa më të përgatitur për to, që t'i përballojmë sa më mirë ato. Flasim pak tani për dëshminë tënde, sepse e di që kur vazhdon që të rritesh në kish, ti mund të kesh eksperiencat personale që të forcojnë ty. A ka pasur ndonjë program ose ndonjë aktivitet në kish që të ka forcuar ty me dëshminë tënde? Kur isha 17 vjeç, kisha një konferencë të rinjve dhe në atë konferencë ndjeva shpirtin më shumë se sa ndjeva më parë. Ishte kisha shumë leaders që më mësuan, edhe kishin shumë besim dhe dëshmi të fortë. Edhe dëshmia ime u forconte. Me anë të udhëheqësve, liderave siç the ti, që të kanë ndihmuar në besimin dhe në dëshminë tënde. Kjo është gjë shumë e bukur. Por çfarë bën ti, Joshua, që të forcosh besimin tënd? A ka ndonjë praktik, ndonjë gjë që ti bën rregullisht që të ndihmosh rritjen e besimit tënd? Lexoj librit e Mormonit, shkrimet e shenjta. Çdo ditë përpiqem të lutem, të vazhdoj në rrugën e Jezu Krishtit. Është më lehtë kur ne lexojmë shkrimet e shenjta dhe lutem çdo ditë. Dhe janë shumë të rëndësishme, apo jo, na ndihmojnë shumë. Mirë, Joshua, unë dua që të kthehemi pas në kohë, para pothuajse një viti që ti ke qenë në Shqipëri, na trego pak për misionin tënd. A njeh Shqipërinë ti më përpara? Jo. E lexova thirrjen time dhe mendova nuk e di ku është, çfarë gjua është, Albanian, ku është? Ka problem. Okej. Po, si tham, ka qenë një shok apo jo që të rritesh në Shqipëri. E besoj se ndjesia e parë ka qenë, domethënë që çfarë vendi. Por si e kanë pritur prindërit dhe familjarët
miqtë e tu, vendimin tënd për të shërbyer në Shqipëri? Ime kishte frikë, sepse nuk ishte në Amerikë. Baba im ishte emocionuar, sepse ai ka shërbyer në Rusi. Dhe familja ime ishte shumë emocionuar për mua. Super. Po pastaj kur erdhe në Shqipëri, si ishte momenti i mbërritjes tënde këtu? Ishte shumë vap, sepse ishte në muaj gusht, por isha gjithashtu emocionuar. Nuk e dija çfarë të expect, nuk e dija çfarë do të bëj. Po. Edhe po. Po çfarë të bëre më shumë përshtypje? Mendova se Shqipëria ishte shumë e bukur kur edhe ishte si një botë e re, nuk pash një gjë kështu më parë. Besoj se të zhdukur dhe e bukur Shqipëria, se ka shumë vende, është e vogël, po ka vende të bukura dhe është e shumë llojshme. Okej. Po si të priti Shqipëria, populli shqiptar? Këtu po shikoj. Populli shqiptar janë ishte në Gjirokastër. Ishte me një shok quhet Anila. Po është një foto pak qesharake. Duket sikur je integruar mirë, je përshtatur mirë sa ke shkuar edhe te mushka. Super. Na trego pak në çfarë vendesh ke shërbyer, Joshua? Shërbeva në Vlorë, fillova në Vlorë, edhe në Prishtinë, në Tirana, Gjirokastër, Tirana prap, në Shkodër, edhe prap në Tirana, Fier, edhe mbarova misionin në Prishtinë. Wow. Pas ke pasur fatin që ke lëvizur në shumë vende, po ti se ke njohur gjithë Shqipërinë, Kosovën. Po. Sa gjë e bukur. Edhe çfarë ke mësuar nga kultura shqiptare duke parë gjithë këto vende të ndryshme? Po, njerëz e Shqipërisë janë shumë të sjellshëm. Edhe mësova shumë se më duhet të jem më shumë i sjellshëm. Sepse amerikanët janë pak i ftohtë, edhe ishte një provoj shumë e bukur dhe kam mësuar shumë nga njerëz e Shqipërisë. Super. Po, a ke ndoshta takim apo ndonjë familje shqiptare që të ka lënë gjurmë dhe përshtypje akoma, të ka mbetur në mendje dhe në zemër? Po, familja Hodaj. Fillova misionin në Vlorë, edhe ishin si prindrit e mi këtu, aty në Shqipëri. Sa gjë e mirë. Të është gjë shumë e bukur. Gjejmë rastin t'i përshëndesim ata, po edhe gjithë njerëzit që janë shumë të mirë dhe dashur me misionarët, është shumë e rëndësishme. Po çfarë kishin të veçantë familja Hodaj, po dhe ata që të kanë mirë pritur? Pse i mban mend akoma dhe ndjen si thua dashuri për ta? Si thash, ishin si prindrit e mi. Peshkopi Hodaj ishte njëri i parë që fola kur erdha në Vlorë, edhe ai më sova fjala kokoshka,
edhe ishte një histori shumë e bukur dhe e veçantë për mua. Ok, super. Po, a ka qenë sfidus misioni yt? Cilat janë sfidat më të ndaja që një misionar mund të ketë duke shërbyer në Shqipëri? Shërbimi tim, e ndjeva se nuk kisha indikim tek askush dhe kisha shumë vështirësi me gjuhën shqipe. Por e dija se nëse vazhdoja të përpiqesha, Zoti do të më bekonte. Shumë e vërtet. Pra, ka rëndësi përpjekja besoj për Zotin, është gjithmonë kjo shpreha. Edhe profeti Nelson e thoshte God loves effort, do të Perëndia do përpjekjen, kjo ka rëndësi. Po, a ke pasur, a mban mend ndonjë moment që ti ke ndier dorën e Zotit edhe gjatë sfidave sidomos? Si ke ndier praninë e Perëndis, dorën e Zotit në momentet e vështira gjatë misionit? Çdo ditë ndjeva dorën e Zotit, por gjithashtu çdo herë që ndjeva se nuk isha mjaftueshëm si një misionar, më kujtoi dashuria e Zotit. E pash dashuria në gjithçka. Po, është e vërtet që ndjen dashurinë e tij apo jo gjatë momenteve të vështira, sidomos dhe prandaj duhet të kthehemi tek ai patjetër. Më pëlqeu shumë kjo. Misioni jot Joshua ka pasur një si thua një diferencë shumë të madhe te jetën e antarëve, por edhe të kërkuesve që ti ke pasur. A mund të na flasësh pak për këtë, si ishte që ti të mësoje ungjillin e Jezu Krishtit shqiptarëve? A ishte e vështirë? Si e pritën ata mesazhin? Ishte pak e vështirë për ne si misionar të explain ungjillin e Jezu Krishtit, por ishte më i lehtë kur kishim anëtarët që na ndihmuan. Më thënë, antarët kanë qenë kyç për të ndihmuar në shpërndarjen e ungjillit, apo jo? Po, ashtu. Po, më bëhet shumë qefi për këtë. Siç tha Nida, ne falenderojmë shumë gjithë antarët që janë aty në Shqipëri, që ndihmojnë misionarët. Nuk po them thjesht nga ana e ushqimit, se di që për nga ana e ushqimit jemi të parët, por edhe nga ana shpirtërore që janë të disponueshëm. Unë mbaj mend kur kam qenë aty në Shqipëri që gjithmonë shkoja me misionarë për mësime dhe jo vetëm i ndihmoja ata, po mendoja që ata më ndihmonin mua. Kështu që është një gjë shumë e bukur që antarët bëjnë duke shkuar me misionarët. Kështu që shumë mirë. Si të kanë ndihmuar ty Shqipëria që të ndryshosh në veten tënde, por edhe si besimtar? A ka patur ndonjë ndikim tek ty? Po, kur unë ktheva, mama ime më tha, je një burr i ri. Je akoma Joshua, por tani je i ri. Si që thash, mësova dashurin nga njerëzve, dashuri njerëzve, edhe jo vetëm dashuri e rregullt, por mësova të jap dashuri e Krishtit njerëzve. Shumë e vërtet kjo, sepse siç edhe ti vetë, shqiptarët janë të dashur, edhe domosdoshmërisht ka qenë shumë e lehtë për ty. Edhe unë jam pak xhelos, edhe më drejtën, sepse kur kam shërbyer misionin tim, ishte pak e vështirë që të gjenim njerëz aq të dashur, siç thua ti. Jam shumë xhelos që ke patur një mision shumë të bukur, të bekuar, do thoshja. Kështu që shumë mirë. Do të pyesë tani në lidhje me kishën, si ke parë ti kishën në Shqipëri, sepse duke ardhur nga Amerika në një kishë shumë të përparuar, dhe ti ke shërbyer në Gjirokastër gjithashtu, që ishte momenti ku nuk ka pasur një deg aty. Na fol pak për këtë. Po. Ishte shumë ndryshme.
Këtu në Amerikë kemi lagjet siç thoshte, kemi lagjet dhe degat që janë shumë preparuar dhe janë shumë kanë shumë anëtarët. Në Shqipëri nuk kishim aq shumë anëtarët, ka më shumë në Tirana edhe rritet lagjet në Shqipëri, por ishte pak e vështirë për mua, sepse I was used to lagjet kur mund të shkoj në kish, ulu, shikoj, dëgjoj, edhe ika. Por në kishat në Shqipëri, kisha një detyrë të ndihmoj, të support anëtarët dhe udhëheqësit e kishës. Shumë e vërtet kjo. Një gjë që më befason për misionarët, që jo vetëm vini aty për të predikuar ungjillin, por ndihmoni dhe udhëheqësit që të vazhdojnë që të mirëmbajnë kishën, organizatat e ndryshme. Unë mbaj mend kur u bashkova me kishën që kishte shumë misionar që ishin peshkop, ishin presidenti i Korumit të Pleqve, apo nën punës i lagjes, edhe bënin shumë thirrje që nuk janë normale për një misionar, por ata normalisht jeni aty për të shërbyer edhe keni bërë një diferencë shumë të madhe ndaj gjithë anëtarëve dhe kishës aty në Shqipëri, kështu që shumë faleminderit për këtë. Joshua, tani që ti ke eksperiencën e të shërbyerit në Shqipëri, çfarë do t'i thoshe ti një misionari i cili ka marrë thirrjen për të shërbyer në Shqipëri? Çfarë do t'i thoshe atij, mesazhi yt? Se shkoni dhe shërbeni. Nuk ka rëndësi ku po shkoni, ka rëndësi se shërbeni me dashurinë. Okay. Nuk e prisja këtë përgjigje, shumë bukur, sepse është e vërtet, vendi ka pak rëndësi se sa ka thirrje për të shërbyer apo jo, kështu që kjo është shumë shumë e rëndësishme. Kam një pyetje të fundit në lidhje me shërbimin tënd në Shqipëri. Çfarë do të marri malli nga eksperienca që ti ke patur në Shqipëri? Ka ndonjë gjë të veçantë, ndoshta ushqimi, ndoshta antarët, çfarë do të cilësoje si diçka? Po ushqimi. Por më mori malli për anëtarët. Janë njerëz shumë të bukur. Janë njerëz me shumë njohuri, me shumë eksperiencë. Po, anëtarët. Okej, mund të na flasësh pak tani, Joshua, që çfarë ka ndodhur pas misionit, se e di që disa misionare e kanë të vështirë që të përshtaten pas eksperiencës së misionit. Si ishte për ty? Pak i lehtë të vazhdojnë me shkollë, me futboll, sepse u ktheva në datët 5 korrik edhe fillova punë në datët 6 korrik. Nuk ishte shumë e vështirë të kthehem, ishte pak e lehtë. Po, ka qenë e vështirë, besoj. Por ti e përshtatur shumë mirë sepse ti ke vajtur direkt në shkollë apo jo pas misionit. Po. Shumë mirë, mbet shefi. Dhe fole edhe pak edhe për sportet. Doja që të pyesja po për shërbimin në kish, çfarë thirrjesh ke mbajtur në kish? Nuk kam një thirrje, por kur isha një të rinj, isha presidenti e Korumit e Deacons. Djakëve, po. Edhe isha presidenti e Korumi e
mësuesit, edhe kam pas shumë thirrje në udhëheqësit e të rinjve kur isha të rinj. Ka pasur shumë thirrje të bukura, të mira që ke shërbyer edhe pas misionit. Më bet shumë shefi kjo. Si ka qenë pas misionit ky momenti që të gjithë misionarët e përballojnë pak vështirë, që i ka marrë malli për studimin e shkrimit të shenjta çdo ditë, dhe çfarë ke bërë ti që të vazhdosh, si thua, në atë ritëm që kishe në mision? Piqem të bëj studim vetjake, studioj shkrimet e shenjta, para se të filloj homework ose para se të shkoj te futboll. Po. Super. Dhe ti aktualisht je duke studiuar biznes, me sa na ke treguar, po gjithashtu luan futboll. Na trego pak për shkollën, si është luash njëkohësisht futboll, kur je duke studiuar biznes, duket shumë e vështirë. Po, është pak e vështirë, por me ungjilli vjen i pari në jetën time. Dhe pas ungjillit, Zoti më bekon të bëj çdo gjë që duhet të bëj. Edhe kur sakrifikojmë kohën tonë të studiojmë shkrimet ose të shkojmë në kish, jemi bekuar. Edhe mund të balancojmë busy schedules. Është shumë e vërtet. Duket sikur ky është sekreti apo jo, që ne zgjedhim Zotin të parin. Tu po shikojmë një foto tënde? Çfarë po ndodh këtu? Është futboll amerikan, është topi i futbollit, edhe është warm-ups. Nxefje, domethënë, bëni stërvitje. Po, okay, a janë të shpeshta këto stërvitjet? Ja. Okej. Se kam përshtypjen që kërkon stërvitje ndoshta çdo ditë. Po, janë çdo ditë, më fal. Okej. Po, në fakt, unë besoj se sidomos kur luan futboll dhe këto sportet e vështira, kërkon shumë disiplinë, shumë sakrificë. Çfarë të ka mësuar ty sporti, sidomos për sakrificën, ndoshta edhe për ulësinë? Sportet ka mësuar se kur sakrifikoj diçka, ne marrim diçka më të mirë. Edhe me përullësin, gjithmonë më duhet të jem përullësisht, sepse gjithmonë do të jetë një sportist që është më mirë se sa unë, ose më të fortë se sa unë, pra nuk ka rëndësin sa më të mirë janë njerëz të tjerë, ka rëndësi sa i mirë jam unë. Është shumë vërtet, ke dhe një mësim shumë të verë këtu, se shpesh herë ne shikojmë dhe krahasojmë veten me tjerët, është shumë afër natyrës njerëzore, po rëndësi ka që ne shkojmë drejt mirës dhe drejt Perëndis, apo jemi duke u përmirësuar çdo ditë, dhe kjo ka më shumë rëndësi. Okej. Na the që kur ti të ndihmon që ty të balancosh jetën tënde, kur ve ungjillin të parët, midis të studiuarit biznes, të luarit futboll dhe gjithë aktiviteteve që ti mund të kesh si i ri, po doja dija si ja bën ti që ta kesh gjithmonë ungjillin parësor dhe si e ruan ti marrëdhënien me Zotin, edhe pse je shumë i zënë. Po, jam shumë e bekuar sepse kam trajnerët që respektojnë besimin tim. Pra është më e lehtë për mua të vazhdoj në rrugën e Zotit me angazhimet e mia. Nuk e ndjej se jam shumë i zënë, sepse
mund të shkoj në kish, edhe mund të shkoj në shkollë, në klasë, studioj, mund të shkoj te futboll. Po. Do me thënë, nuk besoj se ti ke këtë problemin që duhet luash të dielën dhe nuk shkon dot në kish. Po. Okay. Na trego pak për këtë foton? Po, janë gjyshi dhe gjysha ime. Ishte për graduation. Nuk e di ka në Shqip. Po. Edhe ishte 3 javë para se të filloja misionin tim. Se mirë. Do me thënë ti ke filluar direkt 18 vjeç misionin në 2023. Mbarova shkollë edhe shkova direkt në te Shqipëria. Po mirë se të kemi pasur, pra. Po, shqiptarët dhe ata që ti quan prindër dytë ke qenë shumë i vogël, kështu që kanë bërë një gjë shumë të mirë që të kanë mbajtur pranë se e ka kërkuar te mosha. Joshua, doja dija pak për talentet e tua. Shikojmë që je shumë i talentuar në sport, po çfarë talente ke ti? Se kam përshtypjen që ke shumë talente. Na trego pak. Zakonisht them se jam talentuar me futboll, por besoj se jam mirë me komunikim me njerëz. Mund të jem një shok për shumë njerëz. Po. Nuk e di pse kam përshtypjen që ti je një dëgjues shumë i mirë, të pëlqen ti dëgjosh njerëzit edhe ti ndihmosh problemet e tyre. Është vërtet kjo apo është thjesht përshtypja ime? Po, është e vërtet, po. Okay, super. Po ai shikon këto talente, komunikuarit me njerëzit, sporti, të gjithë talentet që ti shikon. Ai shikon si dhurata nga Zoti? Po, çdo gjë, talentet, bekimet janë dhurata nga Zoti. Nuk mund të vazhdoja pa ndihmën e Zotit. Ok, super. Një gjë tjetër që mua më tha Xhoni që ty të pëlqen që ta bësh është peshkimi, fishing. Na fol pak dhe për këtë. Po, është te Ocean Pacific, është afër bregu, sepse jam në Kaliforni, mund të peshkoj shumë në ocean, edhe është një gjë që më sjell paqe dhe kur peshkoj relaxoj shumë. Edhe gjithashtu merr peshk mirë për të ngrënë. Po. Ok, shumë mirë. Më duket një hobi shumë i mirë, je dhe afër natyrës, afër detit. Po doja dija lidhje me talentet, si përpiqesh ti përdorësh talentet e tua për të bërë mirë? Përpiqem gjithmonë të ndaj talentet e mia. Çdo ditë kërkoj si mund të ndihmoj dika tjetër me talentet e mia. Okay. Unë besoj se talentet janë dhe si thua, një thirrje e veçantë nga Zoti. A mendon që Zoti ty të ka dhënë një thirrje të veçantë, një talent që ai do që ti ta përdorësh gjithmonë, dhe nëse mund të ndash cili është ky talent që ti përpiqesh që ta ndash gjithmonë dhe është i veçantë në ty që Zoti do ta përdorësh? Po, talentet siç the janë si një thirrje nga Zoti. Besoj se thirrja ime është të shërbej çdo njeri, edhe përpiqem çdo ditë të shërbej dhe kërkoj mënyrat që mund të ndihmoj njerëz të tjerë. Super.
Vazhdo kështu atëherë. Mirë, unë jam kurioze që të bëj një pyetje pak personale, se ti tani këto ditë ka pak ditë që ti je fejuar edhe shumë urime, besoj se të gjithë ata që të njohin janë lumturuar shumë që kam parë lajmin. Po na trego pak për të fejuarën tënde, si është ajo? Ndoshta na trego pak se si jeni takuar. Shumë emocionuar të martohem në muaj maj. Është nuk e di si ta them, është një gjë shumë e bukur. Është një hap tjetër në jetë të martohem dhe të vullosem në tempun. Është shumë bekim. Po, si të duket, si e shikon të fejuarën tënde tashmë, nuk është më e dashurote. Çfarë pëlqen tek ajo që ta njohim pak dhe ne? Ajo është shumë e bukur. Ajo është një themel për mua. Ajo më ndihmon gjithmonë pa rezervë. Ajo më do dhe e dua ajo. Sa gjë e bukur. Shpresoj shumë që ju ta mbani këtë lidhje për kaq të Po, fortë. ajo është. Po, ajo është edhe janë mami dhe babi. Ishte kur ajo mori endowmenti me vllajën e saj. Se bukur. Që ka shumë e bukur, kështu që komplimente, urime. Por Faleminderit. besoj se ajo është po kaq e mirë sa është dhe e bukur. Edhe është bekim që ju shkoni në tempull familjarisht. Ti na thej që është shumë e rëndësishme për ty që të martohesh në tempull, po besoj edhe familja, të pasur një familje të përjetshme. Na trego pak çfarë rëndësie ka për ty familja, çfarë do thotë për ty familje? Familja për mua është fiks si fjala marrëdhënie. Është një lidhje me të tjerët ku japim dhe marrim. Na duhet të ndihmojmë njerëz të tjerë edhe ne marrim ndihmë nga familjet. Edhe është shumë bekim të kesh familje apo jo, po është shumë e rëndësishme kjo që the marrëdhënie, edhe besoj unë që të kesh një familje të lumtur është t'japësh, jo vetëm të presësh të marrësh, më thënë, ose sepse ajo që japim ne e marrim apo jo, që në çdo lloj marrëdhënie, se ajo që më bëri përshtypje, po mendoja ti po flisje për të fejuarën tënde që ajo të ndihmon gjithmonë pa rezerve, dhe është diçka që shikojmë sidomos në fillimet e marrëdhënieve, po është e rëndësishme që ne edhe kur kemi shumë vite martesë të vazhdojmë të duam pa kushte, siç ti the, pa rezerva, dhe të ndihmojmë gjithmonë pa rezerva apo jo. Që të kemi një marrëdhënie të shëndetshme. Po, çfarë ëndre ke ti për familjen tënde në të ardhmen? Si e shikon familjen tënde të re që do krijosh? Po, lutem çdo ditë që mund të kem një familje me shëndet të mirë. Edhe lutem se mund të rritemi së bashku në rrugën e Zotit. Është shumë e rëndësishme për mua të mësojmë së bashku, mësojmë Ungjillin edhe po. Është shumë e bukur kjo që the të rritemi së bashku, se kjo e bën diferencën. Po si ka ndikuar besimi jot, Joshua, te mënyra se si e shikon ti dashurinë dhe marrëdhëniet? Në besimin jon mësojmë se kemi një detyrë të japim gjithë çka për asgjë. Dhe kështu e shoh dashurinë. Ne nuk kemi dyshim që ti do kesh një martesë të suksesshme dhe një familje shumë të bukur, kështu që vazhdo kështu. Ne kemi thënë më parë që është një mrekulli vërtet që pas 6 muajsh
të mund të fejohesh pas misionit, është një mrekulli që nuk ndodh shumë shpesh, nuk e dëgjojmë shpesh, por e di që do të bekoj shumë gjatë jetës tënde. Është gjë e duhur që duhet të bësh pas misionit, që të mbajë në rrugën e drejtë Perëndis. Kështu që bravo. A ka Po pak Xhoni, më fal që të ndërpres, po ndoshta duhet ta pyesim cili është sekreti për ata që mbajnë misionin dhe ta. Sekreti duket di. Çfarë ke bërë ti, Joshua, që ta bëje këtë realitet, që të fejohesh kaq shpejt? Duke di, Ungjilli ishte gjëja e parë në jetën tim. Besoj se është sekreti, është Zoti te Jezu Krishti. Janë duhet të ose duhet të jenë gjëja së pari në jetën tona. Po a njiheshit ju më përpara apo e ke takuar unë? Na trego pak si u takuat, se unë të bëra 2-3 pyetje dhe më ngeli pa përgjigje. Kisha ka di aplikim quhet Mutual, edhe u takuam te Mutually, edhe u takuam te lagja jon. Wow. Super. Në të thotë që edhe këto dating sites kanë sukses. Se ditë sa njerëz janë pak shumë kushtues, po ja, ti je, si thua, evidence, je shembulli që funksionon. Kështu që bravo, më bëhet shumë shumë gjë e bukur kjo, bravo. Gjë tjetër që do të pyesja ti, Joshua, është në lidhje me çfarë ti bën që të qëndrosh i fortë shpirtërisht, edhe tani pas misionit. Domethënë çfarë ka ndonjë gjë të veçantë që ti bën që dëshmia jote, besimi jot të jetë i fortë? Siç thash, shkoj unë në kish, studioj shkrimet, lutem çdo ditë, edhe besoj se është sekreti e jetës. Ne duhet të bëjmë gjërat në rrugën e Zotit. Po, është shumë e vërtet. Është të bëjmë ato gjëra që ndoshta duken pak rutinë, apo gjëra që të përsëritura, por janë të rëndësishme në fortësimin e besimit ton, apo jo. Edhe është rëndësishme që të vazhdojmë ti bëjmë ato. Po për lidhjen tënde me Jezu Krishtin, domethënë personalisht, çfarë mund të na thuash ti? Domethënë si e ke zhvilluar atë marrëdhënien personale me Jezu Krishtin? Ime me Jezu Krishti është si jemi miqt. Ai është këtu kur kam nevojë për ta, dhe ai është një leaning post që mund të çdo gjë që kam nevojë. Më pëlqeu ky përshkrimi, që është një miku im, edhe ndoshta e konsiderojmë Jezu Krishtin thjesht si Zot, si shpëtimtar, por ta konsiderojmë në mënyrë miqësore ose personale, siç e ti vet, është një gjë shumë e fuqishme. Kështu që bravo që e përshkrove kështu, sepse kështu duhet të jetë për ne të gjithë. Ti, Joshua, ke vetëm 6 muaj që e kthyer nga misioni jot në Shqipëri dhe në Kosovë. Po e di që ti po i mban shumë në zemër këto 2 vende. Madje po shikoj dhe pas teje që ke flamurin e skuadrës. Po, Prishtinas. Po. A të kam pyetur ndoshta shokët për të? Ja ku është edhe flamuri. Wow. Çfarë thon shokët për këto gjëra që ti mban? Gjithmonë ton çfarë është, mund të them është skuadrës e Prishtinas për basket, edhe kam shumë excitement të them ose të talk about the flag. Do të kënaqësi për të folur për shqiponjën, për flamurin. Po.
Nuk kam dyshim se është një flamur i veçantë, të them të drejtën. Kur të huaj domethënë shikojnë, pak a shumë i vjen pak xhelozi që thonë, wow, është shumë e veçantë, shikoj me dy kokë. Nuk kemi parë diçka të tillë, se flamurët e tjera nuk po them, nuk po i ofendoj, por kështu janë shumë të thjeshta, ngjyra apo jo viza, ndërsa Shqipëria ka një gjë tipike, do thoshja, që cilëson atë, që shumë bukur. Po me të fejuaren tënde tani a ke folur për Shqipërinë, çfarë mendon ajo për Shqipërinë? Po, s'kam fol shumë, por kam treguar fotot edhe ajo ka thënë se është një vend shumë e bukur. Kur do na e sjellësh pra ta takojmë dhe ne? Në fakt, për muaj mjalti do shkojmë në Shqipëri. Oh, wow. Po. Jam shokuar nga kjo. Jo jam shokuar, por më bësh shumë qefi, sepse mendova do thoshe do vete në Meksiko apo do vete në Bahamas, por ke zgjedhur Shqipërinë. Edhe un jam shumë i kënaqur se edhe un muajin e mjaltit në Shqipëri kam vendosur edhe kam kaluar një kohë shumë të bukur, të drejtën. Kështu që bravo. Jam shumë. Mund ta tregoj shtëpia ime tjetër. Shumë. Mbet shumë qefi. Bravo, shumë mirë. Joshua, dohet të pyes tani, gjatë misionit tënd, ti e mban mend që diçka që ti e bëje shumë shpesh, çdo ditë, çdo orë, ndoshta është që ti ndaje dëshminë tënde në Shqip me shqiptarët, me ata që ti mësoje. Do të kërkoja tani që të ndaj një dëshmi të shkurtër, atëherë që ti shërbeje mision, mund të na ndash pak si është dëshmia jote? Po, e di se Jezu Krishti është shëmtari ynë, edhe e di se ai është shoku im, ai është një themel për ne. E di se kemi një profet këtu në tokë, edhe ai drejton kishën. E di se kemi një atë në qiell, dhe ai na do, dhe e dua atin qiellor. Jam shumë mirënjohës për ungjillin e Jezu Krishtit, sepse është një themel për jetën time dhe mund të di se po bëjmë gjëra të mirë. E di se Jezu Krishti është shlyerë për ne. Shlyera e Jezu Krishti është një gjë jo vetëm për sins, por është gjithashtu të na sjell paqe. Edhe e them këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit, amen. Amen, shumë vërtet. Më pëlqeu shumë ajo që ti the që shlyerja nuk është vetëm për shenjtarët, saints, po ka vlerë për gjithë botën. Shlyerja e Jezu Krishtit ka vlerë për gjithë kohën që ka qenë, që është dhe që do të jetë, edhe të gjithë njerëzit. Mjafton që ata ta pranojnë atë dhe të marrin bekimet që ai, sepse bekimet e Perëndis janë për ne. Jam shumë mirënjohëse për besimin që ke. Doja të pyesja tani, kjo është pyetja jonë standarde, pyetja e fundit. Na trego pak çfarë do të thotë për ty Joshua që ti je një shenjtar i ditëve të mëvonshme. Për mua të jem një shenjtar i ditëve të mëvonshme është të jem një shembull. Po ta sot nuk ka shumë shenjtërinë, edhe ka nevojë për njerëz që mund të jenë shembuj dhe mund të jenë një dritë për njerëz të tjerë. Vërtet. Faktikisht unë këtë po mendoja që ti je një shembull shumë i mirë, edhe ti përpiqesh që të bëhesh si Jezu Krishti çdo ditë me ato zakonet e tua të mira, po mbi gjitha që të shërbesh. Duket shumë gjë e veçantë që një djalë kaq i ri bën gjithë të gjërat mira, edhe jam e sigurt që ardhmja jote do jetë shumë e ndritur, edhe duke pasur besim kaq të fortë do bësh gjëra të mira dhe do
bekosh jetën e shumë njerëzve siç e ke bekuar edhe këtu në Shqipëri. E kam parë edhe kur ishe në mision, djalë shumë i përulur dhe i mirë. Dhe jam shumë e lumtur që ti vazhdon të ndjekësh një rrugë të mirë, të jesh një shembull i mirë edhe tani në vazhdimsi, edhe që jam e sigurt që do jesh akoma. Kështu faleminderit që ishe këtu edhe që je një shembull për të gjithë ne edhe për shenjtorët e Shqipërisë. Shumë faleminderit juve. Unë jam dakord me atë që tha Anita, je vërtet një shembull shumë i mirë, jo vetëm se ti vazhdove që të shërbej në Shqipëri, po ti e mban në zemër Shqipërinë dhe Kosovën gjithashtu, por misionin domethënë edhe pse ka mbaruar, ti akoma vazhdon që ta mbash në jetën tënde. Kështu që faleminderit që ke kaq një dashuri të madhe për Shqipërinë dhe shqiptarët, si dhe konsideron si shtëpinë tënde të dytë. Kjo më bëhet shumë përshtypje. Edhe të uroj vërtet që të kesh një martesë të suksesshme, një lumturi të madhe, sepse vërtet e meriton ndaj shërbimit që ti ke bërë me nder në Shqipëri. Edhe faleminderit që ishe këtu në podcast që ndave nga eksperienca jote me ne. Shumë faleminderit juve. Okay. Mirë, ne falenderojmë dhe njerë të ftuarin ton Joshua Freeman dhe ju miq të dashur që ndoqët episodin ton 78 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Mos harroni që të na bëni subscribe në kanalin ton YouTube për të mos humbur episodet të reja që ne publikojmë. Nëse ju doni të merrni pjesë në këtë podcast ose njihni dikë që don të marrë pjesë, mund të kontaktoni në rrjetet tona sociale, por gjithashtu edhe në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe miru takofshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.